Mariera. Mariera. Aperto. No, Maria, mi pare. Herën e fundit nuk I kishte skuqur mirë. Mua më përgjej vetëm kur skuqen mirë. Peshku ishte I freskët. Lëpima kishte rritë. Hënga 2 herë, madje 3. Edhe jam e bindur se do të dal jashtë me një herë. Edhe ti 3 herë. Megjithatë, herën e fundit hëngra më pak se 2 orët e tjera. Kurse unë hëngra më shumë. Santa unë hëngra më shumë se ty. Si shpjegohet, zakonisht I ha më shumë nuk të mungon oreks. Megjithatë, supë ishte ndoshta pak si shumë e kripur. Kishte më shumë krip se ty. Kishte madje më shumë presh, edhe shumë më pak kungull, edhe qep. Sa keq që nuk isash me një të pak bajdanos. Herën tjetër, di unë si ta e vlojnë. Voglushin tonë, ja ka shumë qeti të pipir. Një dit nuk do ta pengoj askush. Të jam ty. E burerin ta ulit jam murë dhe shqishës, por unë jam busha gotën më ujnë e kamës, kishte etje dhe t'ju. Helena më jam mua. Ta mam zanë shtëpije. Një koqire, lua në piano, nuk e kam kur të pi bira në lehë. Është një lojë zhjo. E vogla që pin vetëm qumës edhe nuk ha vetë se lapa. Nga ku më rëvesh, sa për kam mushur 10 vjetë. E quajnë Peggy. Kyre ku me thonë dhe fasule, ishte I mrekullueshëm. Me frutat ndoshta nuk I kishim lejuar vete, se pinim dhe një not verë, burgonje australiane. Por, nuk desha ta vija në tavolim, për të mos të fëmijëve një shembull të keq gryksie. Duhet të mësohen të jenë të matur edhe të kursyer jetë.
Ma ka thënë doktor McKenzie, ki, ai që kuron fëmijët e familjes Johnson, fëqinji tonë, është mjek I rrallë, mund të kesh besim të kaj. Nuk të jep kur ilaçe pa I provuar njërë të vetja ti. Për para se të operon të Parkerin, operon një herë më lëqin e ti, pa që në fare I sëmur. Po si shpjegohet atëherë që doktori ja hodhi kurse Parkerin? Sepse, fatikisht mbi doktori operacionit pati sukses, kurse mbi Parkerin jo. Do me thënë që doktor McKenzie King nuk të qenë një doktori rrallë, ashtu si shumë ati. Operacioni do të kishe patur sukses të këtë dy. Ose për ndryshe të dy së bashku duhet kishe këtë. Një mjek I ndërgjegjshëm dhe së bashku me të sëmuri në qofse nuk shërove që të dy. Komandanti më kujtet së bashku me anijen e ti në kurtum, nuk shpëton as pak vetëm kokën e ti. Nuk mund të ka sot një sëmur me një anije. E përse jo? Edhe anja ka sëmurit e saj. Ndërsa I doktori ytë është I shëndosi një peshë. Një arsye më tepër prapë të vdekur së bashku me të sëmurit në qofse nuk shërove që të dy. Ashtu si komandanti me anijen. Kjo nuk më kishte shkuar në mendje. Ndase ke të drejtë. Pa të retire është konkluzioni. Se të gjithë mjekët nuk në janë vetë se ca sharlatan. Edhe të smurët gjithashtu. Vetëm lota detare është e ndërshë. Barjale dhe marina. A vetë kupton. Se qka këtu që unë nuk ka I ka. Po përse gjonë në rubrikën e njoftimeve jetë gjithë një vetëm mosha I të vdekurve, ndërsa I të përsa I gjithë vetëm. Ky është një absurditet. Nuk e kam pyetur asnjëherë vete. Këtu shkruhet se Bobby Watson pas ka të. O, Zot! I shkreti, kur vdiq? Përse që ditesh ti I pare? Ka 2 vjetë që ka të. Kemi qëtë në varin e ti, nuk kujtojt? Para një vit një gjysë. Sigurisht që nuk kujtojt. Unë nuk kujtova me një herë. Por, që ditër që ti u habite kër e të shkrua në gazetë. Në gazetë nuk është. Ka 3 vjetë që është folur për tekin e ti. Por ja që mua më kujtua si rezultati asociacionit të ide. Në katë. Ishte mbajtje mirë. Ishte kufoma më e bukur e brutalisë ma. Tamam në kufome gjatë. I shkreti bo. Kishte 4 vjetë që kishte vdekur edhe nuk e të regonë akoma moshë. Edhe sa ingrot që ishte. Edhe sa allegro ishte. E shkreta Bobi. Ajo tonë të thuash I shkreti bo. Ja, mendoj për gruan e ti. Edhe ajo quhet në Bobi. Bobby Watson. Edhe me që kishin të njëjtin emër, me zida lloje se kush që njëri. Edhe kush tjetër kur dini së bashku. Vetëm pas vdekjes së tij, u kuptua me saktësi. Se kush ishte njëri dhe kush tjetri. Akoma në sot, ka njerëz që I kanë rënë me të vdekur, edhe I shprehin asaj në shëllime. E njërë? Jo, e kam parë vetëm njerë, pare rastisht. Në varimin e Bobi. Unë se kam parë asnjëherë. Është e bukur? Linja ti ka të drejtë. Por me gjithatë nuk më thua se është. është shumë e gjatë edhe tepër e krash. Është linja nuk I ka të regu të fare, por me gjithatë nuk më thua se nuk është e bukur. është shumë e vockët edhe tepër e vockët. është mësuese e kamës.
Jo më bënë se pramberë me aqë. Duhet shkuar se s'bën plasë. Duhet që përnë edhe një durat? Pësë qëfa? Për sketë mos i shpijem njërën për atyre 7 pjatave për agjendi që na i provërdasin në tonë. Por që nuk nga nga njërë fare në punë. Është e trishtuesh me të mbetet për ju shkaqere. Shqyqyr që nuk patën fëmijë tu? Edhe kjo më ngonte. Fëmijë, e shkreta grua si do t'ja bëj fëmijë. Po është akoma e re, mund të martohet shumë. E di që i shkollë shumë muzikën. Po kush do t'kujdeset për fëmijët? Ti e di që ka një djalë dhe një vajzë. Si quhen? Bobby edhe Bobby, si prindrit e. Qaqaj Bobby Watson, plaku Bobby Watson, është i krimbur në parade e do shumë djallë. Fare mirë mund të kujdeset a i për edukimin e Bobby Watson. Fare mirë! Edhe ti zjarë Bobby Watson. Plaka Bobby Watson mund të merret me kujdesin e Bobby Watson, vajzës e Bobby Watsonit. Kështu që fare mirë e oma e Bobby Watsonit mund të martohet. Ja ka vëndo kujtë syrin? Po, një kushurire të Bobby Watson. Kur? Bobby Watsonit? Po për cilin Bobby Watson a këtë? Për Bobby Watson, djallë me plakë Bobby Watson, që qaj tjetër e Bobby Watson të pekë. Jo, është ai film. Është Bobby Watson, djali i plakës Bobby Watson, tezës Bobby Watson të pekë. E ke fjallë për Bobby Watson i komisionerit? Të gjithë Bobby Watsonët janë komisioner. Zanat i vështirë. Me gjitha të... Sjell para? Po, kur nuk ka konkurencë. Kur nuk ka konkurencë? Të martën të ekin edhe të martën. Të ndin të janë, edhe çfarë bën Bobby Watson gjatë kësaj kohë që nuk ka konkurencë? Pushon, flet, pushon, flet, pushon, flet, pushon, flet, pushon, flet, pushon, flet, 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 pushon, 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 flet, pushon, flet, pushon, flet, pushon, flet, flet, pushon, flet, pushon edhe flet. Se nuk punon ky Bobby Watson dhe kësaj kohë që nuk ka konkurencë. E po, unë nuk mund të dy të gjitha. Nuk mund të përgjigjem të gjitha pyetjeve, idiote që më ti. Flet kështu se të do më pasëros. Ti pare mirë që to nuk është e vërtetë. Mole vesh! Të gjithë burat në lojë. Rini gjithë në mënë cigarë në lojë, se pëndrasin i të njëri putë të fejtë alternativë. Kur nuk janë të pini, famse. Po se çfarë do bëjë ti për bani të kurat, një orë që të bëjnë gratë, të pini duan gjithë ditën, të lyhesh edhe të trosesh nga 50 ditë, edhe të pini whisky, vëllëxe. Mua ashtë, po në qëtë se më fletë kështu që të më nervozosh. Atëherë, ti di fare një që më si orë në bëzdot të shakara. Marrësh? Ati, zotë zajnë e të. Po përse vjen të ka? Ti di fare mirë që më bësha. Çfarë qifti pleq karagjos që jeni? Edhe të dashur? Eja ti kemë dritën edhe shkojmë bëjmë... Nani. Tani. Unë jam shërbësja. Kalova një vazite shumë të këndshme. Isha në kinema me një mashkull edhe pash një film me femra. Pas filmi, shkuan të pinë raki edhe qumësht, edhe pastaj, lexuan gazeta. Jam e bindur se keni kaluar një mbasdite shumë të këndshme. Se keni qenë në kinema me një mashkull, edhe se keni parë film me femra. Se keni pirë raki edhe qumësht. Edhe gazetën. Zotit dhe zonja Marta të ftorit tuaja të tjera. Nuk u gjonë të hyni vetëm. Më përsti mua, do të rënë së bashkë me ju të mbrëmje. Po! I prisi. Na kështë marrë urina. Me që nuk erdhe në kohë, hëngrën pata. S'kishin gëna që gjithë ditën. Kurse... Juve...
Një uturak. Bleva një uturak. Bleva një uturak. Bleva një. Dashur Meri, keni mirësi në hapni derën dhe të fusni brenda zonjën e zotin Martin, të ftuarit tanë. Ne po shkem të ndërohem sa më shpejt. Edhe vendi ishte në vagonin numër 8, kompartimenti numër 6, i dashur zotëri.
Sa e çuditshme dhe sa koincidence të mërshme. Mbasi jemi takuar në kompartimentin 6 të një dashë. Në fund të fundit, është jashtëzakonisht e mundur. Ua, për mua nuk më kujtohet. I dashur zotëri. Me thënë të drejtën, e dashur zonjë, edhe mua nuk kujtohet. Por kjo nuk e përjashton as pak mundësinë që ne të një pak pikërisht atje. Edhe ma pjesa më të e premendoj, aq më shumë që jam duket e mundshme, e dashur zonjë. Sigurisht, i dashur zotëri, vetë kuptohet. Sa e çuditshme. Unë kisha numrin 3 apërtritares, zonjë dashur. O, zot! Sa e çuditshme dhe sa e tmerrshme. Unë kisha numrin 6 apërtritares për ballush. O, Perëndi, çfarë koincidencë të mërshme! Po ne pasimi që pa përpam njëri tjetrit, zonjë! Ati, mi pare! Është me vërtet një koincidencë e çuditshme. Ka mundësi dashur zotëri. Por mua nuk më kujtohet. Që të flasim më drejt, e dashur zonë, edhe mua nuk kujtohet. Me që të ka shumë që t'jemi parë në atë. Është e vërtet. Ua. Por nuk jam plotësisht e sigurt i dashur zotëri. Mos hishit ju, zonjë dashur, zonja që më lutim ja valitin në portobakash, edhe që më pasu me lejuan të pjatuar, e? Me siguri unë duhet kemë qenë. Sa e çuditshme. Çuditërisht e çuditshme kjo koincidencë. Sa e çuditshme edhe sa koincidencë të mërshme. Ua! Nuk ju duket zonjë se ne mund t'jemi njohur në këtë moment, ha? Është me vërtet një koincidencë e çuditshme. Por mua nuk më kujtohet. I dashur zotëri. As mua. Pasi më rita në Londër, zonjë, unë vendosa në rrugën proaktivit. I dashur Sa zonjë. e çuditshme. Dhe sa e tmerrshme. Edhe unë pasi më rita në Londër, unë vendosa për në rrugën proaktivit, i dashur zotëri. Sa e çuditshme! Po atë jemi pa në rrugën proaktivit, e dashur zonjë. Është me vërtet një koincidencë e çuditshme. Ka shumë mundësi, dashur zotëri. Po ta mendosh, no? Por mua nuk më kujtohet. Unë banoj në palatin numër 19, e dashur zonjë. Sa e çuditshme. Edhe unë banoj në numrin 19, i dashur zotëri. Atëherë jemi parë të shtëpi, dashur zonjë. Ka mundësi, dashur zotëri. Por mua nuk më kujtohet. Apartamenti në shpërkatin e 5 të doma numër 8, e dashur zonjë. Sa e çuditshme. Sa e tmerrshme. O zot. Edhe apartamenti është në katin e 8, numri 5, i dashur zotëri. Çudi! Shumë e çuditshme. Po të mërësisht e e çuditshme. Në dhomën time të gjumit, ndodhet një krevat. Krevati im është mbuluar me jorgan një shi, me pukla. Kjo dhomë me krevatin e saj me jorgan një shi, me pukla, ndodhet në fund korridorit, i bibliotekës dhe hotër klosit. E dashur zonë. Çfarë koincidence! O zoti, ma çfarë koincidence!
e të bësh me jashtë ato? Më lejoni atëherë, e ta shurzdojnë të them se... Ne panojnë me t'i të ndonë. Edhe kemë t'i t'i veva. Ndet, bra, që aty kemi takuar. Çfarë koincidentë të mërshme? Me shumë në si dashur do t'i kemi takuar atje. Por, mua nuk më kujtohet. Unë kam një vajzë të vogël e cila jeton me mua, zonë. Ajo është 2 vjeçe, bjonde, ka një sy të bardhë dhe një sy të kuq, është shumë e bukur dhe e quajnë Alisa, zonjë shtrenjtë. Çfarë koincidencë? Edhe unë kam një vogëlushe, është 2 vjeçe, një sy e ka të bardhë dhe një të kuq, është shumë e bukur dhe e quajnë Alisa, zotëri i shtrenjtë. E të mërshme ja zakonshme koincidencë? Mbase, është e njëjta shtrenjta zonë. Shumë e çuditshme. Ka shumë mundësi shtrenjti zotëri. Atëherë, zonjë shtrenjtë, mendoj se nuk ka as më të vogël dyshim që ne jemi partnersh. Dhe që ju jeni pikërisht gruaja ime legjitime. Elisabet, të gjeta përsëri. Donald, je ti tani? Elisabeta e Donaldi, tani janë kaq të lumtur, sa nuk mund të më dëgjojnë. Pra, mund t'ju zbuloj një sekret. Elisabeta nuk është Elisabeta. Edhe Donaldi nuk është Donaldi. Po, jari. Fëmija për të cilën flet Donaldi nuk është vajza Elisabetës. Nuk bëhet fjalë për të njëjtin person. Vajza e Donaldi e ka një sy të bardhë të kuq tamam si vajza e Elisabetës. Po, ndërsa vajza e Donaldit ka të bardhë syrin e djathtë edhe të kuq syrin e majtë, vajza e Elisabetës ka të kuq syrin e djathtë dhe të bardhë syrin e majtë. Kështu që gjithë sistemi arsyetimeve të Donaldit bie poshtë si rezultati i fakti i cili e shkatërron të gjithë teorinë e tij. Me gjithë koincidencat e jashtëzakonshme, të cilat të duken si argumente të pakundërshtueshme, Donaldi edhe Elisabeta, duke mos qenë prindër të së njëjtës krijesë, nuk mund të jenë Donaldi edhe Elisabeta. Nuk mund të jenë Donaldi edhe Elisabeta. Më kot beson ai se është Donaldi. Më kot beson ajo se është Elisabeta. Më kot beson ai se ajo është Elisabeta. Më kot beson ajo se ai është Donaldi. Pra, fatkeqësisht ata gabojnë rrot. Po, kush është atëherë Elisabeta e vërtet? Kush është Donaldi i vërtet? E kush ka ngritur të zgjedhë të gjithë të konfuzion? Unë për vete nuk di asgjë. Edhe të mos përpishemi më koti, mëson. Le të janë gjërat ashtu
Emri im I vërtet Sherlock Holmes. Le të harrojmë dashur gjithçka që nuk ndodhi midis nesh. Edhe tani që e rigjetur njëri tjetrin përsëri. Le të përpiqemi të mos e humbasim. Edhe të jetojmë si më parë. Po, daj. Mirë mbrëma, dashur miq. Na fani që do të prisni kaq shumë, por na u për detyrë që t'ju bëjmë nder që takojmë. Kështu, që sa po morëm vesh se juve patët mirësi të na lejon kënaqësinë të vinit edhe të na vizitoni, meqense pa lajmëruar, nxituam të visheshim me rrobat tona më luksoze. Nuk e regjon asgjë. Djetik. Ka kadronë që presim. Përsa u përmo. Kishte vendos
Oh? Papa, i përkullur! E pa muzikë. Papa, i përkullur! Prova, shina se qëfar po bëte? Edhe? Po një të lisë në kaputës që ishte zgjitur! Fantastike! Nuk do ta kishim besuar kur zonjë, po mos e kishit treguar ju. Se jo! Po të presh rrugë e mund të shohë qera. A ka në të qëtishë? Për shumë të? Ta në të? Pash në autobus një zotëri I cili ishte ullur nëse klientime? Edhe? Po lexon të lumë për gazetën! Po që mund të këtë shumë I njëjti person. Po bie zile e derës. Dikush duhet të jetë. Po shkoj të shoh. Askush. Po? Do t'ju tregoj për një rast tjetër. Po bie zile e derës. Dikush duhet të jetë. Po shkoj të shoh. Shikon se po bie zile. Nuk shkoj më të shoh. Me po dikush do tjetë? Herën e parë nuk ishte njeri, të dytën pashtu. Përse beson se duhet jetë dikush tani? Po sepse po I bie zilës. E po kjo nuk është arsye. Po kur bie zila do të thotë që dikush është tek mira. Që I bie zile që të hapi derën për të hyrë brenda. Ja, gjithmonë. E bën edhe pak më parë. Por të shumë të rastet e Unë kur shkoj diku, I bie zilës që të më hapin për të hyrë brenda. E po vaj po besoj se gjithë kështu veprojmë apo jo? Pra kjo do të thotë se kur bie zila, dikush është tek dera. Në teori, pa. Por në realit e gjë ndryshojnë edhe pak më përpara. Kryoj e luajta të drejtë. Ju gratë që bronë një ratë tjetër. Mire, pra. Po shkoj të shoh që të mos më thua se jam kokë fort. Por, kjo për të parë që nuk është askush. E shiko, nuk ka asë njeri. Edhe ka bura që gjithmonë kërkon të kënë të drejtë, por gjithmonë gabon. Po bie zile, e po dikush do tjetë. Nuk shkoj më të hap derën. E pere pe që ishte e kapë. Eksperienca na mëson që kur bie zilja, do të thotë që askush nuk është tek dera asnjëherë. Par kundra si është krete ku. Në të shumë të raste kur bie zilja, do të thotë se dikush është tek dera. Mos ngulni kam në kot, si mushka. E di një shoq është vërësisht kode. E po dikush është. A se diskuton, ja, po të themi ja. Si do shoh të nuk e vizmo nga vënd, po të duash të shoh shkove. Do të shkoj. Oh, how do you do? Pas ka qënë kapitenizja fiksave. Sonja! Zotri! Mirdita! Mirdita, Sonja Sui! Juve më duke një më sikur. E puna është se gruaja ime ndjehet pak a shumë e poshtëruar, sepse nuk ishte as pak të drejta. Zoti kapiten I zjarëtësa. Midis o zotit Smith e zoti Smith do dhe një të pati vërë. Zoti Martin. Kjo është puna janë. Të lutem mos mi përzjet të huaj në çështjet tona familjare. Ta shumë këtu nuk ka se fikë. Kapiteni Zafiksave është një miki vjetër I familjes. E jo më e ti më vinde rotu shpesh. Nësa, të jatin e një afare mirë, sepse I shkreti, më lutem gjithmonë që t'i jepja vajzën vogël
Ede, ku ta kisha gjë? Mirë po i shkreti do të diqë për para se unë të bëhesha në fajtë. E pa fajtë nuk është asi njeri dhe asi tjetë shua. Me një fjallë, si është punë? Buri im pretendonesh. Ajo ti pretendoj! Ajo pretendoj! Jo, ai pretendoj. Ajo të nuk e mësoj të marrë, nuk e mos më vërë. Pretendoj me kjo. Buri im pretendonesh. Mosoni! Tregoni si do të thonë ashtu. Më vjen zor të flasëm atë. Ka në fund të fundit që a fiksit një mëjë si rëfyesi. Pra? U grinëm, se buri im pretendoj. Ajo ti pretendoj e që. U grinëm, se buri im. Pretendoj që sa e pjesë jashtë i kushte këtere. U posh fare mund? Ndërsa unë, insistoja që sa e pjesë jashtë kushte nuk është këtera. Mos e duke të çuditshme. E çuditshme, për vërtetuar me demonstrime abstrakte teorike, por në fakt të pasur. Nuk është as pak e vërtet për sa kapiteni i zjarëfiksave ndodhet këtu. I Razilis, i Jahapaderin, a i ishte aty? Kur? U pa bak për bak? Dakor, por vetëm pasi Razilja 4 herë ishte dikush. Dera 4 nuk përgari. Është rregull i njohur. Vetëm 3 herë të para kanë blerë. Zoti kapiteni i zjarëfiksave. Më lejoni dhe mua të bëj disa pyetje? Flisni ju lutëm! Kur Jahapaderin edhe ju pash? A ishit i ju që i Razilis? Po, ishi tek dera, i ratyre që tjeno. Nuk mund të mohoj. E shikoni, kisha të drejtë. Kur bie e zilja, do të thotë se dikush është tek dera, e po pak nuk mund ta mojë, që kapiteni i zjarëfiksave nuk është dikush. Sigurisht që ja, por unë i referojmë drejt të parave. Hera e kamët nuk ka vlerë. Kur Razilja e parë, ishit ju tek dera? Jo, nuk isha. E shikon, binte zilja në askush nuk ishte tek dera. E po ndoshta ishte dikush tjetër. Qëndruat për shumë kohë tek dera? 3 qerekore. Edhe nuk pat asnjëri? As edhe një. Edhe për këtë jam i sigurt. Po herën e ty, e dëgjua cilën? Po! Apo jo? Po! Por edhe këtë radhë nuk isha atje, edhe vazhdon të mos ishte askush tjetër. Fitore! Kisha unë të drejtë. Avash. Mos unë. Pa çfarë bëni ju tek dera? Asgjë. Ria edhe mendoja për shumë gjë. Po herën e tretë. Nuk i ratë zilës, ha? Po, unë i rash. Po, kur unë hapa derën nuk ju pash. Sepse u fsheka. Shaka? Mos bërni shaka, zoti kapiten. Kjo histori është me të vërtetë trishtueshme. Në fund të fundit në ambetet, akoma pa u qenë problemi që në intereson. Unë i qose pjesë të janë, është dikush atë, Asnjëherë askush. Ai gjithmonë dikush. Sot ju pajtoj unë! Të dy keni nga pak të drejtë. Kur bie zilja e derës, ka një herë dhe është. E dikush. Tara! Është dikush? Ka një herë. Kjo më duke logjike. Gjërat në realitet janë fare të thjeshta. Përqafoni. Unë përqafuam pak më përpara. Kanë kohë të përqafoj nesër. Zoti kapiten. Me
jetoj gjatë. Unë pranoj të shkaskën, por unë nuk kam kohë të ule. Po ju deklaroj se kam ardhur këtu për të tjera motive. Unë jam në shërbim. Me se mund t'ju shërbejmë, zotë kapiten? Ju lutem më falni për këtë mungesë taktik. Por, mund me parë tyre. Po të duan e afaj për të kapiten? O, po jemi miqë të vjetë, një distejtë në kapi sheta. E po mirë, pra. Po ja, mos rastësisht keni ndezur në një zjarë tu. Përse kjo pyetje? Sepse ka urdhër të shuaj të gjitha zjarët e qytetit. Të gjitha? Po, të gjitha. Nuk di. Nuk besoj. Dorë të shka të kontrolë? Nuk e besoj se duhet. Nuk mban. E djekur. Vërtet asgjë? Hiq. Nuk keni ndezur ju nga një zjarë të vogël në Olçak? Diçka që t'ishet në Bodrum. Ose në tavan. E pojtë të zjarë sa më ndezur më tanë. Ti qa, nuk dua t'ju nëndoj, por kam frikë se tani nuk do të gjeni asë një zjarë të ndezur të dojme. Ju premtoj se do t'ju lajmëroj sa po të më paraqitet rast. Po kam bëhani fjallën, do të më bën një nder të madh. Ju jam fjallën e nderit. Asta e kjo nuk digjet gjë? Për fat keq jo. Punët nuk shkojnë nga që një kohët e fundit. Ma tje, shumë keq. Nuk ndodh thuaj se asgjë. Ndo një marzje vogël, ndo një gjatë, ndo një stallë, gjëra që nuk pesojnë asgjë serioze. Edhe me qënë se nuk ka rendiment, të ardha pas pune janë fare të vogla. Asgjë nuk ecë. Kudo një lloj është. Tregtia, bujqësia gjithashtu. Ja ka një lloj si zjarret. Nuk ecin fare. Ka grurës ka zjarët, duhe! Më po asnjë përmbytje të faktën. Qyqyru që ka sheqerë. Po sepse sonë nga e shtetit, prandaj. Po për zjarët do të shta po më vështirë të qilë që nga e shtetit. Ka shumë taksa. Ndodh ndonjëherë. Po shumë rrallë, një ose dy aseksi me dasë. Për shembull, javën e kaluar, u asfiksua një kërë. Kishte lërë gazin marë. E kisha ruar? Jo, ajo kishte kujtuar se ishte kërëgre i sa. Këto konfuzione nga njërë janë shumë të resiqë. Keni shkuar përshinë të këshiti shkëllekse? Asgjë prej gjëje. Është i siguruar kundër zjarrit. Atë provoni shkaloni nga ana ime. Te kërë, Nuk jam i autorizuar të shuaj zjarret e klerikëve. Episkopi do na zëmëroj. Pastaj, ata i shuajnë zjarret vetë. Me murgeshat e tyre. Po përse nuk provoni të shikoni njerë nga ana ime tek shtëpia e zotit Durand! Durand! As aty nuk kam të drejtë. Nuk është andes. Të huaj që kanë marrë shtetësi, kanë të drejtë kënë shtëpi, por nuk pas kanë të drejtë për shuaj zjarrit për utiqë. Me gjitha ta, vitin që shkoj kur i mori zjarë shtëpia, dëgjuaj. Ju. Dëgjuaj. E fiku vetë. Ilegalisht. Gjithatë, nuk do t'jem unë ai që do t'a denoncoh. Jo, as unë. Asun? Asun? Dëshironi t'ju tregoj anekdota?
Shënimet e qartisave janë të tëra të vërteta edhe të vërteta. Unë se vetëm gjëra që i kam jetuar vetë, jo libra, vetëm jetë. Jetë e vërtet, shumë e drejtë. E vërteta nuk qëndronë në për libra, por në jetën e vërtet. Më falni. Mos më qëndroni kështu. Me emociononi. Pastaj ju e dini që unë jam i drojtu. I mrekullueshëm. Mirë pra, unë po përpiqem të filloj, por më përpara më premtoni se nuk do të më dëgjoni. Ja! Dakord? Po në qoftë se nuk do t'ju dëgjoj, si do t'i marrë vesh ato që do na tregoni ju? Ja këtë unë nuk e pata menduar. A nuk e pata thënë, është vërtet për mirë? O, gëllushi ynë i dashur. Ura, jo gëllushi i dashur. Mirë pra, po përpiqem të filloj. Qeni? Edhe... Kam! Fatmur eksperimentale. Një herë... Një tjetër kam. Pyeti një qenë. Edhe këtë, Një tjetër qenë. Përse nuk e ke gëmtitur vetë shtën tënde? Pardon, u përgjish qeni. Unë kujtova se isha elefant. oho, Duhet ta qeni ju më rash. shumë e drejtë. Një tjetër. Një vit që vogël, ishte ngrënë shumë thëri me gjamit. E të pasoj duhe që të pjutë. Kështu që indi një lopë. Mirë po, me qënë si vici ishte mashku, lopa nuk mundi poste, mama, nuk mundi poste asë dhe, papa. Ashtë i vici ishte shumë i vogël. Kështu që vici ti duhe që të martoj. Me të rast, bashkia mori dishina masat që diktonin rekanat e modës statesh. Si moda ka e? Si qorbave pëllë ju e dini. Për këtë kanë shkruar të gjitha gazetat. Jo, kam të fare ta e prane. Po ju tregoj një tjetër. Gjizëm. Qeni. Një herë, një gjenë donte të bënde si qenë, por nuk pati fat. Atë e daluan me një. Në të kundët, qeni që donte të bënde si qenë, nuk e daluan kur. Tani do të tregoj unë. Titullohet
Edhe... Gjarpi! Njëherë, një gjarpë, duke ju afruar një depre, I thopa. Më duket se të njohë. Edhe unë ju përgjishë të depre. Atëherë, gjarpi, duke ju afruar I thopa. Mire para! O, një vej për nuk të jetë para, një përgjyq kafshat nate, e cila për të shpëtuar gjarpit, në një hendek plot me lule shtryve dhe me glasa futesh. Por gjarpit tashmë e priste atje me një të qeshur me pistolin I ta. Like. Andej pra u tregua me shpejt. Ajo më zori pikën. U të rritë. Ta tregoj, në ty. Pastaj aty u shpinën edhe ja dha rrapët. Me po gjarë, u tregua me shpejt. Me një të goditur e që po I veprën, mu në mes të balit. Zjarë. Duke so edhe të rrimë. Të rime. Atere ti pra, u lëriti për të fundit e. Jo! Jo! Katër herë jo. Nuk jam vajza jote. Interessante, nuk ishte e keqja? Përgjithime të mia, thosh. Nuk ishte di se çfarë. Pastaj unë e dija. Me ishitato, kur ka novër vërtet, apo ja? Po, pa ti si shpo? E të mërshëm. O, ta një që një radhën ju, thoj. Unë nga këto di veçët një, titullore, Puqeta. Gruaja ime ka qenë gjithmonë romantike. Një angleze vërtet. Një fejuar, I sjell të fejuar së ti një buqet me lule, e cila I ka faleminderit. Por, për para se ajo të thoshte faleminderit, ai, pas shqiptuar as edhe një fjalë, ja merr ti për me lule që ja kishte sjell, për t'i dhënë asaj një mësim të mirë. Duke I po t'i marrë për sëri. Duke ja marrë
personifikim i inteligjencës. Do të thoja është më inteligjente se unë. Madje është shumë më femër se unë. Të paktën kështu thonë të gjithë. Edhe një, kapiten. Ajo, u bë shumë po. S'ka gjë, thuaj! Na e bëjtë të ndërë. Jo, Ju keni një copë akull në vend të zemrës. Ne jemi si pluhsh i ndezur. Ju përgjërohen. ashtu qoftë. O, Zot, pranore, kush e të ronë pra? Ja, është pa im. U tregova shumë këmbgurse. Rufa. Kunaki kishte nga ana e tatit një kush ligjeha, Xhaxhai nga e ëma e të cilit, kishte një vjet, gjyshi të cilit nga ana e tatit kishte martuar për të dytën herë një vajzë ligjehe. Vëllai i të cilës, gjatë udhëtimeve të tij u dashurua me një vajzë, edhe pati një djalë i cili u martua me një farmaciste guximtare, e cila nuk ishte vetë sa një oficeri i panjohur të flotës britanike, babai adoptiv i cilit kishte një hallë në gjendje të fliste vjetshëm spanjishte, edhe që ishte ndoshta njëra nga pesat e një inxhinieri që kishte vdekur në moshtëre, nipe edhe ky një pronari preshta që bënte një verë mjaft mediokre. Por, që kishte një kushëri, shtëpia, në komandant skuadrë i kohës, djali të cilit u martua me një vajzë të re shumë të bukur, pa dhe divorcuar. Buri i pari së cilës ishte djali i një patriot të vërtetë, i cili kishte mundur të edukonte një nga vajzat e tij me ambicien për të bërë pasuri, e cila ja kishte arritur të martohej me një Fatorino, i cili njihte Rothschild. Vëllai i të cilit u martua për të dytën herë, vëllai i të cilit u martua për të dytën herë. Jo, u martua me vajzën e një mjeku të dikurshëm fshati, edhe ky vëlla prej gjiri i vajzës së një tjetër mjeku fshati, i cili ishte martuar 3 herë rresht, gruaja e tretë e të cilit E kamion për të të gruan e tretë. Ante një shkupenim po në krejës tash. nuk është e një. Po thosha, gruaja e tretë e të cilit ishte vajza e mamis më të mire të gjithë krajinës, e cila e mbetur edhe prekosh, Si gruaja ime? u martua me një qivur punues shumë muskulos, i cili me vajzën e shefit të stacionit të trenit kishte një djalë ilegal, i cili kishte filluar të ndërtonte në jetë rrugën e vetë, kurondare, Si të këparë për lodra dhe... me që u martua me një shqise lodrash, babajës e cilës kishte një vëlla, kryetar bashkie i një qyteti të vogël, i cili ishte martuar me një mësuese bjonde, kushëriri i pari së cilës, gjuetar peshkumerie, E kurundore? ishte martuar me një tjetër mësuese bjonde, të cilën e quanin Maria, vëllai së cilës ishte martuar me një tjetër Maria, edhe kjo mësuese bjonde. Po që bjonde është pa tjetër Maria? Babai i së cilës ishte rritur në Kanada nga një plak, e cila ishte mbesa e një famulitari, gjyshen e të cilit, nga një herë në dimër si shkandodh me të gjithve, e si të rufa. Histori e çuditshme. Po thua se e pabesueshme? U të zëru, pa e vetë me gjë që mund të bësh është në fshishu në pesha? Ja,
kushtoj një masë kurative pa nevojshme, por absolutisht e domosdoshme. Më falni, zoti kapiten, por unë të kuptova në çmirëlimin tuaj. Nga fundja, por ti për gjyshin e fakultale. A ti sikur ngatrohet më duket? Gjithmonë ngatrohesh, po ti besosh një frikë. Zoti kapiten, sikur ta punon dhe një nga fillimi. Jam dakord. Rufa! Nga një herë në timët, si që ndodhë në gjithve, e zinte... Me i shikata, të paktën,
keni të zjafisave. Zjarri, por janë të që qeni me përpyje, një burë mori zjarë, kështjela mori zjarë, fylli mori zjarë, femrat mori zjarë, meshkujt mori zjarë, qelli mori zjarë, uji mori zjarë, peshit mori zjarë, gjithë shka mori zjarë, hiri mori zjarë, femrat mori zjarë, peshit mori zjarë, meshkujt mori zjarë, qelli mori zjarë, gjithë shka mori zjarë, femrat mori zjarë, peshkujt mori zjarë, qelli mori zjarë, oma mori zjarë, gjithë shka mori zjarë. Mua më duken të mrekullueshme. Dhe pastaj Të mos e eksagjeroj. Jam dakord. Çdo gjë është subjektive. Por ky është koncepti im për botën. Ëndra ime, ideali im. Pastaj kjo më bën të kuptojmë se unë do të shkoj tani. Me që ju nuk i një orë, unë eksaktësisht pas 3 qerekore e 16 minuta shkam për të pikur një zjarë në anën tjetër të qytetit. Më duket të nxitoj. përse bëhet fjalë për ndonjë zjarr të vogël të gjatë? Akoma edhe më pak. Një flak të kashte. Edhe në që tjetër? Edhe një djegje e vogël në stokë. E po, atyre, po në vjen shumë keq të po shkoni, zoti kapiten. Ishi i mrekullueshëm. O, falush, faluam me të vërtet. Një qerekore kartezian. Se për pak ka roba. Po këngëtarja të lace. Gjithmonë njësoj krihet. Po atëherë, zonja edhe zotërinj, miru pafshim. Vatë të mbarë edhe vjarë të mbarë. Të shpresojmë për të mirën e të gjithëve. Më mirë në bezot dhe një pulmo. Në jetë, duan parë gjërat nga pritare. Aha, mund të ullësh në garrige, kur garrige nuk ka. Mandin duhet ta kesh gjithmonë, gjithku. Ta bën një shkap, kishë veja është poshtë.
bëjni bezveseli. Mësojnë si mëson fëmijët e lexojnë, kurse matja u jep gjithë fëmijëve kur janë të vegjël. Kur ngre pishti fëmija, o bon kakaria. Kur jam në fshat, më pëlqen vetmia dhe qetësia. Nuk jeni enda që platë për të rakotila. Benjamin Franklin kishte të drejtë. Ju jeni më pak i qetë se ai. Cilat janë 7 ditë të javës? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. And what is blood? If Sister Nancy is Dutch and his brother William a shop assistant. Familje e çuditshme. Unë mund të jap shafkat e vjerësime në qoftë se ti më jep arkimonin e burrit tënd. Nuk e di aq mirë spanjishtën sa të më kuptoj. Kërkoj një prit monofizit për ta martuar me shërbëyesen tonë. Gjagjarin jeton në fshat, por kjo nuk intereson gjagjesh. Automobili jetën shumë shpejt, por guzinjeria e përgatit më mirë gjellën. Mos u bëni fudalleni. Butini komplotistën. Qeti mi kisë të hopë. Preski u sjensi të vitë buqejnë në mobilin tim. Është të vërtetuar se progresi social është më i mirë me sheqe. Poshtë lustra. Banane retina de Londra, e vetë quhen